A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. I lexojm dy mesele te kitabi Sawadul A'zam. Lidhje me akiden e Imam Azamit Ebu Hanifes dhe nxënësit të tij me dy derexhe, Imam Maturitit apo. Hakim e Semerkandi do vazhdoj tash me temën e njëjtë, edhe pak më pa fillojmë me meselen e tretë. Tema ishte se nuk duhet me undapi xhamatit. Xhamat do thoshte ijma. Ijma, kur ka konsenzus, këtë ulemat të asaj gjenerate janë në që këto mendime dhe që këto parime i pranojmë dhe që ashtu ndërtohet feja islam. Kjo sot e kësaj dite ekziston. A tash pëse bota islame o cop e ka qetë, s'kemi ijma po thuaj nësë një mesele. Pse? Se i shojmë këtë njerëzit si musliman. Ama me ardhë në çështje mezheb Hanefi Maturidi, prapë vazhdojnë që ato ijmajat. Për qatë duhet dish kush ije edhe mas që aty në fetvajave ta vazhdojsh dinin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Do me thanë, ishte vajib, thot, detyr e ka muslimani me mbrojt sunnetin e pejgamberit a.s. Më those vetëm Kurani më mjafton dhe lexojmë ajetin wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, çka do që t'ju e pejgamberi atë merrnja, do me thënë rasti specifik që kish ndodh, nuk do të thotë se nuk mund vleje kjo ajetën e për gjërat tjera. Wa ma nahakum anhu fantahu, do me thënë dhe nga çka ju ndalon pejgamberi atë lenja, braktisnja apo përfundoni. Tash vazhdojmë me dersin tjetër. Po ashtu Allahu Teala ka thënë, wa qawlu Teala, esta'idhu billah bismillah, wa ma yantiqu anil hawa, ai nuk flet nga epshi i tij, nga qejfi i tij. Do me thënë, çka do që del nga goja e tij, thot ky myftia i perandorisë osmane, është nga Kur'ani. Apo atë që e thot për me qenë në Kur'an është me lejen e Allahut, atë që e thot për mos me qenë në Kur'an, prapë është me lejen e Allahut. Ajo që dhe jetë në Kur'an dhe ketë emnin ajet, ajo që nuk do të jetë në Kur'an dhe ketë emnin hadith. E në këtu i bëjmë në njerë ato muhabet, apo deri vonë, ndoshta edhe neve, sot 90% e njerëzve hala se din gjyo ajet, gjyo hadith. A neve u kallëzojmë derse xhamatlive se ki hadith është i dobët, kjo hasen, kjo daif, kjo hasen ligajri e ko e diqka. Duhet pak me angrit xhamatit nivelin ama që nuk dun, gjithë bëjsh. Halasën e dalon çka është ajet, çka është hadith, e merr gjalin e ri e mëson ndryshe të falen namaz, a nuk e ashtu? Çashtu ishte. Tash kur e din çka ajet, çka hadith, çka mezheb, e kupton se çështu duhesh ka me qenë islami. Wa ma yantiqu anil hawa, ai nuk flet nga epshi, nga qejfi i tij, in huwa, ini këtu është për nafie, për negativ. Nuk është ajo që e flet asgjë tjetër illa vahjun juha, vetëm një vahi, do me thënë një shpalje, juha që i shpalet ati. Do me thënë Allahu Teala ja shpal. Tash ky myfti i dashur thot kështu. Sikur Allahu Teala kështu na thot neve, o robët e mi të dashur, atë që va thot juve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk e thot me vullnetin e tij dhe nuk e thot nga epshi, nga qejfi i tij. Çka do që flet ai, urdhron apo ndalon, ajo është vetëm me shpalljen e Allahut Gjelle Gjelalu. Do me thënë, edhe ato në Kur'an që kalojnë, edhe jashtë Kur'anit kur ka fol jetën praktike pejgamberi alislam për çështje fetare, edhe ajo ka qenë vahi, dhe kësa i thuin gajri me t'luf. Gajri pa, me t'luf që mund të recitohet në namaz. Ama prap burimin e ka të Gjibrili alislam, të Allahu Gjelle Gjelalu. Tamam, pejgamberi alislam për fe, kur ka fol, mjekrën lishoj që këshum, mustaqe shkurtoj që këshum, mos i ngjajni atyne, mos i ngjajni këtyne, apo që u fal namaz nate, fale që këtë namaz nafile, çdo gjë që ka të bëje me islamin, me fen, ulemat kanë fol, themi ka do, prap i themi sunnete, prap është nën kontrolin e Allahut dhe Gjibrilit, nuk mund, those ma mbush hasha e stakfirullah një raki, se atë nuk e ka thënë asnjëherë. Ama, kanë thënë ulemat tash, i ka pëlqy kështu ta pije ujtin pejgamberi,
A është edhe kjo, thonë vahi gajri me t'luf, aty ka disa mendime, demek ato nuk mund t'i qysh direkt synnete, ama veshja nuk hyn këtu. Tash dëkun pak gabojnë do hoxhalare fejtin e në veshjen këtu, jo të veshja ka krahasim ka bo pejgamberi. Gjëja që na dallon neve dhe myshrikëve thot janë shallin që e lidhim mbi terlek. Ato kanë vesh shall, nuk kanë vu terlek. Do me thënë shif bëhet një shenë, një tipar dallus. Pejgamberi asni namaz nuk e ka falë me kokën shpuluar. Çka ka bo? Një ibadet ka bo. Pi aty se kuptojsh se duhet mbash dhe një terlek. Tamam? Gjybja e kaltër, gjybja e gjelbër, gjybja e bardh, aty mund të themi callën dush zgjedhje. Ama angusht a gjan, aty nuk mund zgjedhish. Po gjo së ne bëj, abe tham edhe dersin e kaluar. Së ne bëjsh, o qetërse, atër dhe quhet vetëm synnet me e vepru. Së ne bëjsh, ama i besoj, farzin e bëjsh, se duhet të arrush synnetin e pejgamberit. Duhet t'i besoj se kjo synnet pejgamberi e ka bo. Në përqitapet e hadithit, në përqitapet e fikut, kitabu libas, kalon tema e veshjes. Pejgamberi dë njerë ka urdhru, apo ka leju, apo dhe kujtja ka marrë këtë shtof, ka thënë digje, kështu nuk mund t'a veshish, se kjo stil i aty në qerve nuk o i joni. E njëjta vlen edhe me stilin e flokëve. Si e kishte emrin e frizurë e ndaluar? Qaza', tamam. Qaza', njëna pjesë të ketë më shumë, njëna pjesë më pak. Shef, a përzej pejgamberi janë të frizura? Mirë. Kjo sa i përket ajetit. Dhe tash e përmendim një hadith. Nga Ibn Abbasi, radiallahu anhu, nga pejgamberi a.s. se ka thënë, men amile lillahi fil gjema'a, kush vepron dhe një pun për rizat Allahut, ama me gjemaat, në shoqëri muslimane. Fe esabe dhe e qëllon atë. Thënë, e bon mirë. Si ta kuptojmë këtë? Imam Shafia ka thënë kështu, Imam Maliku ka thënë kështu, Ahmed ibn Hanbeli kështu, Ebu Hanifja kështu. Dhe ne nuk e dim cila do jetë e sakt në botën tjetër. Si duhet besojmë? Te Mizraklia ka kalu. Besoj se Ebu Hanifja e ka të drejt, me mundësi se ka mund të gaboj, tjerët të kenë të sakt. Ama kështu besoj. Do me thanë, 90% besoj se Ebu Hanifja, këtë 90% që në kështu e thonë për të kuptu. 90% besoj se Ebu Hanifja ka sakt, ama 10% mund të kenë gabim Ebu Hanifja, tjerët të kenë sakt. Kështu duhet me këtë bindje kapet me sebi. Mo jemi në fanatik. Hanefi, ju qerët, si a ka bo një turk, kanë shku në haqilek, apo në numre. Edhe aty pëse zatekesh me loj meshebi dhe muslimani, ai gjahili që s'ka dal nga katundi vet, xhami dhe kafe, e nga shtëpia e vet, nuk i din këto tema. E ne ka pa ki qetrin ndryshe falet. Ne i thot, gabim falesh. E ne ki i thot, unë jam Hanbeli, që sot vërtet është mesebi Hanbeli, në praktik aty, në akide jo, në praktik. I ka thonë, unë jam Hanbeli. Ki athkaj, unë mendova se je musliman, falë. Jo, në këtë nivel, këtë mesebin të kapim. E në unë tash kur flasë dë njerë shumë, nuk të më keq kuptojnë. Mesebe tjera, respekt deri në fund. Tama? Kush vepron për izat të Allahut në xhamat, që xhamat jonë është mesebi Ebu Hanifes, këtu 500 vjetë, që ashtu kemi qenë, vepron ashtu dhe qëllon. Del në botën qëtër vërtet Ebu Hanifja pas ka qëllun këtë mesele. Cilat mesele? Fjala vjentër. Ti ngrejmë duart dhe në vesh. Kabili Allahu minhu ve nakhtae. Allahu Taala ja pranon ati edhe nëse e ka gabim. Se ti e kishe obligim me bot taklit, me ndjek një myshtehit. Dole në botën qëtër Ebu Hanifja, në thojza, së ne ka qëllu, ty Allahu prap ta pranon, se e bone atë që të takon ty. E në Ebu Hanifja, pse e ka bo atë që i takon ati ijtihadi, pejgamberi a.s. ka thënë, një myshtehit, kur bon ijtihad, me gabu prap ka një sevap. Me qëllu ka 2 sevape. Allah, i dërguarja Allahut e ka qelë këtë rrugë kështu, nuk ka asnjë farë problemi këtu. A puno, pasi t'jesh bo mo pjesë e këti xhemaati, dalish këtesh dëkun qetër, kjo s'ban. Unë këtë jam tu e tregu që sa vjetë në përderse. Nuk të më bëjni hoxha fanatik. Tamam,
Hoxha i dashur që e du shumë për izat Allahit, Hoxha Ahmet Mehmedi, Allah i dhash selamet. Ashtu më tha, kjo ashik i vërtet i Ebu Hanifes, në më thani mesebit Ebu Hanifes, ama ashik i dashuruar jam, fanatik jo, nuk ka këto fanatizme. Nëse do zatekesh me dëni Shafi, me dëni Hanbeli, me dëni Maliki, ama ato në Balkan së një zatekesh, dhe duhet shkuj shtetin e atyne, unë që këtë e kam problem. Në unë tetov të shuj shtetin e Hanbeli. Për sfundi e kompani Maliki, Egyptian ishte, në pra unjani, na i Somalis, gjike, i Senegalit. Sali me sep kjaj, Maliki, unë se e di, Afrika. Me ato respekt, s'ka problem. Dhe Allahu ja fal gjunafet, wa men amila lillahi fil wahde, ndërsa kush vepron prap për rizat Allahut, ama në vetmi ndahet nga çki xhamat 500 e kusur vjet që është këtu. Fe esabe dhe qëllon, themi për një mesele, Imam Shafiu e ka qëllu, ta ju kallëzove pak më frajer, këto s'din, unë di, këtë mesele dhe jem Shafia bish. Lem yaqbalillahu minhu, Allahu nuk d'ja pranoje, edhe pse ka qëllu. Dërsa, wa in ekhtae, nëse ka gabu. Themi dole në botën tjetër, e ke ndjek një mendim tjetër, jenda nga mazhoranca këtu që është, dhe ke gabu, pejgamberi a.s. thot, feljet e bëve maq'adahu minan nar, leta boje gati vendin e ti në zjarë të xhenemit. Gjysh jot si ka fal, pik, ç'kjo, ç'a don ta those? Se gjyshi jemi në joti vallaj ka qenë, tash kur thom gjyshi jo, ai halis fix gjyshi. Gjyshi them si paraardhësit, më herët që kanë jetu ato hoxhallar të mëdhej, kanë ditë shumë më shumë se hoxha jot, e nëse kitë që këto hoxhallar neve sot që jemi në për vazife. Ç'a don ta those? Çka ka nevojë të ndahemi të pidafim rrugë tjera? Mirë. Tash, nga çështja e akides, këtu më shumë ka të bëjë me akide, jo me ngritjen e duarve. Kemi besu kështu, çashtu të besojmë deri në frymën e fundit. Mirë po thot, ky dietar, ky myftiu i perandorisë osmane, thot qëllimi i xhamatit njerësh ajo që ka të bëjë me akide. Mirë po thot, këtë mund ta paraqesim, ta pasqyrojmë edhe në aspekte praktike, jo vetëm në akide. E në praktik duhet punët me i bo me xhamat. Nuk mund të shkojsh te në haxhilek taj kur të teket. Kuro ma bosh. Haxhileki e ka datën e caktuar. Tamam. Ramazanin nuk mund të agjërosh taj kur të teket. Atëherë këtë bashkë dhe agjërojmë. Bajramin këtë bashkë dhe e festojmë. Po tash thot një namaz shumë i rëndësishëm, një ibadet në hiki pigjoj. Një ibadet shumë i rëndësishëm. Që edhat po ashtu Allahu Teala edhe pejgamberi alayhis salam na kanë sugjeruar ta bëjmë me xhamat. Edhe aty tash, ani se nuk është çështje akide, është çështje praktike, duhet me i fal namazet tot me xhamat, se edhe këto hadithe mund t'i komentojmë për ibadete. Duhet me i bë namazet tot, ibadetet me xhamat. Dhe thot, namazi që është ibadeti më i rëndësishëm, për disa njerëz është farz me e fal me xhamat. Si për shembull, kel ummiji, ai që s'ka shkrim lexim gjuhën arabe. S'din të lexoj arabisht. As supare s'ka lexu, as Kur'an s'ka lexu. Ku shoki? 85% që i xhamatlive ton. To kur kanë qenë fëmijë të hoxhallarët sën kanë shkuar se janë frikë nga sistemi. U lirun nga i sistem, ka do burra të vërtet 6 kusur vjeçare mësuan Kur'anin. Nëna ime 50 kusur vjeçare mësoi Kur'anin. Ka dhe do gra plaka ndoshta 70 kusur vjeçare ka mësuar Kur'anin. Pse? Me din se duhet mësohet oti namaz dhe falish. Dhe dhe i lexojsh ato qiraete, duhet të bësh në gjuhën arabe. Ummi, ai që s'ka shkrim lexim në gjuhën arabe, e ka farz dalë në xhami mbas imamit të falë namaz. Po vaj halli nëse edhe në për xhamia s'do jetë qiraeti në rregull, do bëjmë gabime të lëm xhamatit pa namaz. Gjinafi hik për një shpaj se s'di, dil në xhamaj, ndodh një gabim, tu doç namazi. Ani taj Allahu Teala ta pranon niyetin. Botën tjetër nuk dhe kijesh atë namaz. Nuk Allah i ma bën mu kabull të niyetin e pastër. Nuk dhe të ndëshkoje pse se ke falat namaz. Se ta e bën e detyrën tënde. Dole në xhami, ti nuk e kuptove, imam ju ngatru, lexoj gabim diçka në ajet që u prish namazi. Fjala vjen, mund të ndodhe insan halli.
Ti se kuptove se dish arabishten. Ty Allahu Teala nuk do të pyesë në botën tjetër, në çka datë akshamin pse se ke fal. Ama sevapet e akshamit nuk di kesh. E në kjo është. Fal se ke bo, apo. E dyta, për disa njerëz është vajib namazi me xhamat, si ai njeri që ditë lexoje, ama nuk din ta bëjë tejvidin, edhe nuk e ka mësuar nga një ustadh nga një hoxh. Nuk i ka thy gjunjët, ti ulet për para hoxhës e në hoxha t'ja bëjë. Hajde shtej. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Shkronjë për shkronje, ta'lim, me ja mësu Kur'anin edhe tejvidin hoxha talebes. Një njeri që se ka bë këtë, vajib e ka tash dale, namazet me xhamat t'i falje. Dërsa për një grup tjetër është sunnet muekede, sunnet shumë i fort, ama jo si sunnet e tjera. Kjo muekede shumë më dalluese se tjerat. Se kjo një alamet i islamit, me dal namazet në xhami me i fal me xhamat. Mos ndahemi pi xhamiave. Në dënje rrim këto, në zyrë rrim. Ama asëll, qëllimi kryesor me i fal, qëllimi kryesor është me i fal namazet me xhamat në xhami. Këtu rrim për të bërë muhabet. Po xho na zut tash jatseja, shëndosh. Ama këtu e kemi se aty duhet me u fal namazet, tamam. Kush janë këto? Si për shembull hoxhallarët që e kanë mësuar mirë leximin e Kuranit me tejvid. Do me thënë, tema është mos me undan nga xhamati. E tash ky dietar i dashur i perandorisë osmane, sikur din ta kombinoje pak dersin e akides, si derset e akides zakonisht janë më të bezdishme për xhamatin. Se bëhet fjalë vetëm për gjëra këto, e në zemër. Si duhet besojsh, si duhet mo besojsh, gabimet në besim e kështu me radhë. Ama xhamatlit ton për këtyn e gjërave mërziten. Don praktik mësoje, si falet namaz, si preshet namaz, i abdes. E tash pak hyn edhe në çështjet e nasihatit. E thot për namazin me xhamat tash. Tregohet, transmetohet nga pejgamberi alayhis salatu vesselam se ka thënë: kush fal 5 vakët namaze me xhamat, ai do ketë 5 shpërblime. E para, la yusibuhu faqrun, nuk do ta godet atë varfëria. Hoxha kriz. Dil namazin e sabahit me xhamat fale. Drekën me xhamat, i qindi akşam yatsë me xhamat. Po hoxha, a mund me gruan a quhet xhamat? Hajde, bone barem me gruan, bone 2 veta, bëuni xhamat. Ama nuk krahasohet, në diskutohet se vapi i xhamis me atë në shtëpi. E në me hoxhën me bo xhamat në shtëpi nuk diskutohet. Do thonë vlera e xhamis, është komplet tjetërse. E dyta, Allahu Teala ja largon dënimin në varr, nuk dhe prek dënimi i varrit. E treta, botën tjetër Allahu Teala d'ja jep librin e veprave nga ana e gjathtë, që është shenjë se do hyje në xhennet. Dhe katërta, dhe kaloj urën e siratit si vetëtima shumë shpejt, hiç pa kuptu asgjë. Dhe pesta, Allahu Teala do të shti në xhennet hiç pa hesab, hiç pa e marrë në llogari në detaje. Dhe hiç pa e ndëshku. Yessar Allahu lena, leha amin. Yessar Allahu lena, Allahu Teala na e lehtësoft neve, leha atë hyrje në xhennet, amin, thumme amin. Prandaj ka thënë pejgamberi alayhis salatu vesselam, një person me fal namaz me xhamat është më xherri se 40 vjet në shtëpinë e vet të fale vet. Një namaz në xhami si me fal 40 vjet në shtëpi. Dhe thot, ulemat nuk japin rukhsa, nuk japin leje. Kjo nuk do të thot se nuk o halal. Xhamatlit ton që këto sa një kuptojnë. Kur i thuish nuk o mirë, nuk mund të thom bane kët. Një hoç nuk mund të thos se fali namazet në shtëpi. Ama nuk do të thot se nuk të quhet në shtëpi. Që këtë se ne bëjmë dallimin ne. Unë së në thëmë mos hymë me një punë ku të fitosh 5 milion euro pare edhe atë ta kesh halal. Së në thëmë mos e merë atë punë. Halal e kije. Shif, ta du të mirën. E tash, ama jo hoxha unë dëraj qëtë e për 500 euro. Po së në thëmë tash mere këtë punë 500 euro, lene atë 5 milion euro. A për pare, sa më e rekuptojmë apo. Po qa jo është, së në thëmë unë e të rejnë shpej fali namazet. Ama në këtë vakët, hoxha, hitësën fali namaz, të më barem shpi fali namaz. Barem shpi fali namaz. Pikta unë nuk del se dham leje, nësi hoxhallar japim fetva, mund të falen namazet në shtëpi. Nuk i pet fetva, mund të falish namazin në shtëpi.
A quhet, ama mund ta falish, vazhdo çashtu është shumë gabim. Shif xhamatin, pjesë e ndoshta edhe akides se ehli sunnetit bëhen. Një person thot që dëgjon ezanin dhe braktis xhamatin, ulemat nuk i japin leje këtij namazi, sepse namazi me xhamat nuk është si sunnetet tjera. Është sunneti muekede gajet e tekidi, maksimalisht muekede. Shumë namaz, shumë sunnet i fortë, sa që thot një qytet komplet banor të atij qyteti. Me elan me qëllim namazin me xhamat. Xhamiat bosh, nuk del askush i të falet, si në për shumë katundet tona sot. Atëherë thot shteti i islamit, policia, ushtria, duhet shkojë të i kontrollojë gjë problemi juaj. Pse s'dilni? Me policia disa merr dalin. Ja shkruash një inspekci një dënim, qytetit nesër me qif, sot unisa ka industrisë ka pak më shpejt, kur e pash atë kamerën aty, e ne prestash, do më vaj dënim mesazh një dënim. Shif sa mirë me dënime mësojmë 40 vozit. Qashtu dhe e bëje shteti, s'keni dalë në xhami, shtëpies tënde 400 euro dënim. Mund kësi vendimet marrin myftilerët apo kadilerët e atij vendi. Sepse thot është nga shiaret e islamit. Do me thonë, një qytet komplet nëse e le namazin me xhamat, bëhen këtë gjynafqar dhe këtu duhet ndërhyje më fuqia e shtetit, e çka jeni tu bë, duhet dilni në xhami me fal namaz. Se është simbol i islamit me dal në për xhamia me u thirrë ezani, me lëviz njerëz, ato njerëz u deshtjen të mirë. Tamam. Dhe thot bëhet gjynaqar edhe kojshilerët, edhe imami, edhe myezini, nëse heshtin për një person që e shohin se nuk del në xhami i fale namazet. O, ne heshtim, ai edhe në shtëpi nuk i fal namazet. Këtë bëhemi gjynaqar. Tash, ai pse nuk del në xhami në fajtën edhe mund gjyna. Gjika lidhje të epin TikTok gjë mësojsh fen. Në për qitape e këshu kallëzohet feja. Feja islame o fe shoqërore, sociale. Nuk mund t'jem hu për mu musliman. Unë vend gjynat e pse s'dalish në xhami. Ama atë afërsi mo nuk e kemi. Atë liri mo nuk e kemi. Së një thuish më të afërmi tënd, jo dalim në xhami, o t'i fale qatë që thashën e parës. Nuk se o mirë, ama barem shpi fale, bej farz, jo farz. Që këtë së ne thuj më gjemë. Sa të kini kujdes me këtë martoheni. Të njeru i parë, shumë ma te për shkruhet gjynaf. Nëse kojshia pse s'del në xhami shkruhet ty gjyna se heshtish, xhirani vën kojshi, imami vën që hoxha, mualimi, muezin, ish muezinët. Ja. Wa ta'zir dhe të duhet dënim nga shteti. Dënim nga shteti. Pse s'del ky në xhami ti fali namazet? Unë i fali në zyrë, unë i fali në shpej. Me xhamat, jo. Vetë i falish, atë ta'zir. Ta'ziri thot dënimi nga shteti mund tjetë nëse nuk i ka kushtet mirë materiale di marrish diçka nga parja. Se për atë parja është diçka shumë e madhe. Themi e ka rrogën 500 euro. Ja 200 euro ja marrish, e si vajnë xhami, to nga redh vajnë xhami. 2 herë ja bësh, ja shpëtojsh 70 vjet të ardhshme, ja shpëtojsh gjallin, ja shpëtojsh vajzën, nipin besën, po më e rëndësishmja ahiretin ja shpëtojsh. Me 200 euro dënim. Një kaish që nuk e vëndojsh, një rryp në vetur, të vija e plot, një të kalume, një sa të gjysë në ndalje. Kur në tërtohet shteti, si pas njetëve për në botën tjetër, aqë sa ka vlerë, shëndetin këtë, unë e i pranoj këto, dënimet e policisë, tamam, i shofen e shumë të logjikshme. Po gjithë të intereson, taj unë nuk du të ave ka ishin, po ama tej nuk kje drejt gjallin tënë të alash jetem. Tash do të dënoj që herën tjetër mos e bësh. Dënimet, turqë i thunë xhajdërëgjë, dënimet kështu pak që të maltretojnë, që të prekin, t'jep efekt më shumë se sa vetëm me këshilla. Hoxha do të thosë dilni në xhami se shumë mirë është falit namaz, nuk bindet xhamati ashtu. Ja bësh një me email shtesion policia si ta bie drejt në adresë, 200 euro s'ke dalë në xhami të falish namaz. Ja rabia dishojmë këto ditë. Dësa, nëse është i pasur, gjion për atë 200 euro, që ti japë, thotë e ne nuk dalë asni, atër me atë ma ndryshe mund të miresh.
Si për shembull, mund edhe deri në burg të shkojë kjo punë. Se pasaniku e don lirin apo don të shëtej se dalë ande. Atëherë deri në burg ka rrugë kjo punë. Kjo nuk do të thotë se nesër hajde besim të u bëne kryetar komun, me një adi fejs në burg njerëzit. E pesin Kadir Mësurollën apo me arë shteti islamit e njerë. Gjithë e bëhet halli me gjithë të njerës. Jo, shteti islamit njerë duhet thotë shkollat fillore t'i reguloje. Qese kuadro, ta bëjë një shoqëri islame, ma pa te kur deshoj se në 7 breznat e tu, s'ka njeri që s'fal namaz, e te s'falish namaz, atër problemi qenë ka shumë i madh tek ti, gjio problemi. A shofish dhe një grua pa havale. Tash nuk shofim me havale, apo? E tash nesër erdhi shteti islamit, a mund t'i ndëshkosh gjithë to gra? Kush dhe jetojnë të to? Kitë t'i burgosim që s'falin namaz. Ku dhe e regulojmë veturën, ose ku dhe shkojmë blejmë këmejshë e çorape, ku e digji? Kush dhe vetë në ndreqe strujën e xhamis? Ato s'falin namaz. Sa duhet njere altjapia të bëhet. Temelet të formojnë mirë, ma pa mbas do vjetë, hajde tash që. Gjysh jo të falë, vllai jo të falë, gjali falë, në shkollë ta mësum se duhet falesh. Kitë dyqan gjitim shelin dyqanet falen, shkojnë xhami falen. Te pse s'falesh be gjallë? Në që atër ja palush dënimin. Atër edhe pranohet si dënim. Mirë. Ndërsa gratë nuk duhet me dalë në xhamat, sepse më se va për to është me u falë vetë dhe në shtëpijat e veta, bile në përqoshet e shtëpijave të veta, që sot neve i thujmë në dhomat e veta. Dhe e bëjmë një qosh, një vend ku falet aty, bile aty mund bëj edhe, si u thuja emnin, 10 netët e fundit, itikaf në Ramazan, mund bëj në shtëpinë e vetë e ngruja, itikaf. Tamam. Për atë do jetë vetëm dhoma dhe tualeti. Në kuzhinë taj vetë do hash buk. Hes bom buk s'ka, boma iftarin s'ka. Taj dja bëjsh iftarin, e ndja qysh të dhoma e asaj. Andër e kënë këtë. Në rejnë 10 net ataj, modalin hiq, 10 vjetë dja qënë bukën. Veç ato modalin të shojnë. A dhe mund durojnë. Mirë. Dhe pejgamberi a.s. i ka rujt namazet me xhamat, këtë namazet i ka fal me xhamat, asti namaz nuk ka fal pa xhamat dhe këtë ka pa hak dhe ka pas i obligim për muslimant dhe i ka urdhëru muslimant të arrujnë xhamatin. E kush nuk e shef xhamatin si hak, ai është bidatçi, Allahu Taala na rujt nga bidatet. Mahmud Efendia, hoxha jon i dashur, si ka hyrë në pubertet, këtë namazet i ka fal me xhamat. Këtë namazet me xhamat. Ene në ushtri kur ka qenë. Ene talebe kur ka qenë. Ene hoqë kur ka qenë. Hoqë mos diskutohet. Ma pa jashtu hoqë ka qenë që çdo herë në rrethin e tij ka pas minimumja 20-30 veta. E ka qenë për hoxhallarëve të mëdhenj. Do thonë ato që kanë qenë rreth atij 20-30 veta, nder e kanë ditë ti rrej nga të hoxhës ti kryu dëni punë. Tamam. Kur bosh hoqë hakikat, Allahu Taala ti jep ato njerëz. Allah i na bofte neve për aty. Meselja e tretë, prap gjysma e dersit shkoj, te meselja para prake. Titulli dihet meselja e treta, xhamati do thojnë hoxha te titull shkruan qetër se te ka zësh qera xhonja apo. Ndjek ti dersin, do vaje ka minuta e 30 sekond, do vaje titulli në YouTube që është El Mes'elatu Thalithe. Tash meselja e tretë që duhet një njeri që do të jetë ehli sunnet vel xhamat, sipas akides pejgamberit dhe sahabëve, duhet e njera salate khalfe kulli berrin ve fajirin. Duhet ta pranoj, të besoj se vlen namazi mbas çdo imami, qoft i mirë apo i keq, qoft i drejt apo zullumqar, qoft veprues i veprave të mira apo fajir gjunafqar, që është largu nga veprimet e hakut. Diskutohet apo të ne, hoxho, e shojsh këtë, ku e kom pa, imam xhamoje. A mund të falesh mas ati? Mund të falesh. Nuk themi është shumë sevap me u fal. Kërkoj dhe një xhami tjetër, ku është imami pak ma takva. Ajo ma sevap. Ama vlen namazi, hoxho, gjebe e pash, për një imam të regojnë, bile që këtu ngat, te kati i dytë me një lokal, bashk u, si i thujnë asaj fjale, që është fjatin e fjalëve të këqija. Bashki përdorshim ato landë narkotike, e ne qëllova këtë po e në taj, unë kom bo te ube, apo, dhatë njofshëm, pa dashtas,
Kurse të fole keq për hoxhën, e përhapi gjunafin e vet. U bë rizin e naj. Ama haj ky barem njëri, i thë, ai qëtëri imam xhamie. Tha, i përdorshim ato, ma pa hande shkuj që ndajnë ta fali se duhet da imam. Ja çfarë vakti jetë më gjemë. Çfarë vakti jetë. E ma pa i normal, se do të thosë se s'na duhen hadithet. A i do të thosë se s'na duhet dini oti se ka urdhra me hadithe. Shon Kur'an nuk thot mos u drogir, mos përdor drog, mos përdor marijuhan, nuk thot në Kur'an. A i do të përdore marijuhan gjinafi, se në thot, hiç mund i boju hoxhallar, thot, i besoj Kur'anit si besoj haditheve. Për një marijuhan e banat. A qetri e ban për dëni qëllim qetër, ky qetri për dëni qëllim qetër. Asnjëni nuk e ka për izat Allahut. Tamam. Mirë. Do me thanë, çka ishte meselja e tretë, e pranojmë namazin, imami tjetë qoftë njëri i mirë, apo i keq, vetëm leti plotësoj kushtet e imanit, jo kushtet e imamit. Kushtet e imanit, 6 kushteve t'i besoj. Jetën e vete praktike, a fal namaz, neve nuk në intereson. A ka pi raki, nuk në intereson. Ne vim në xhami, i falim namazet, i bëjmë duar në fund, edhe dalim nga xhamia. Tamam. Ç'kjo sjellja e ehli sunnetit. A je odbori asaj xhamis, je myftini, ku edhe je referent, sekretar, duhet marrë masa. Atë e kapin qera obligime. Ama neve si xhamatli, shkojmë, falemi, s'na intereson. Veç e shoh isha i fal 4 rekat themi farzin, tamam. Me e fal 2 rekat më shkon në xhami të falësh. Si e bëjnë për shembull rafizit, sepse ata nuk falen mbas donjeri dhe nuk e shohin këtë hak. Ato falen vetëm mbas njerëzve të vet. Rafizit kush janë? Janë një grup sekt i shiave, mirë po gulat i thunë. Gulat të zhytur, të thellë dhe shumë të devijuar. Rafizi. Ato që edhe Ebu Bekrin edhe Hazreti Omerin radiallahu anhuma e shajnë dhe ofendojnë. E thot ta dish, wa'lem enne salate gjaizetun khalfe kulli ehadin, berran kan e u fajiran. Namazi është gjaiz, do me thani vlefshëm, vlen, mbas çdo njeri, qoftë i mirë apo i keq. Fajiran, gjunafqar, zanien, zinaxhi, apo shari bel khamri, apo edhe raqixhi. Sa që vetëm mos jetë bidatçi, sepse namazi mbas bidatçiut dhe qafirit nuk vlen. Shif tash tha, edhe bidatçiu. Mirë po cili bidatçi? Bidati ati që nuk ka arrit në kufër. Mbas një vehabisti, a mund të falish namaz? Mund të falish namaz. Se bidati ati nuk ka arrit në kufër. Mirë po, me thanë direkt, po, Allahu është trup, dhe those ma po është, nuk du të zgjatë shumë dersi. Qitapet tona të fikut me sebit Hanefi. Një njeri që thot, po, Zoti është trup, a i thot ka dorë. Kjo është një te'wil, tamam. Prap duke u bazon në Kur'an e ban këtë gabim. Atëra mund, ama dora do të thot trup. E që dora do të thot trup nuk e bën qafir. Neve i themi, mos e këshu të besush është gabim, bëhet bidat. Atër dhe duhet të besush Allahun edhe mashkull hasha. Se hue, përdoret fjala ai do të thot veta e tretë njëjës për gjinin mashkullore. E shumë gabime tjera mund t'i zash këshu, nëse i thujsh Allahut ka dorë, ka sy e këshu me ra. Mirë po prapse duke u bazon në Kur'an e bëjnë këtë bidat në akide, mas vehabistave, a mund të falim namaz? Mund të falim namaz. Në Qabe shkove, imami i Qabes, vehabist, a mund të falish namaz? Mund të falish namaz. Në Tetov, do hapen xhamia, dhe do punësojnë imama vehabista, a mund të falish mas aty në namaz? Po më shko tash ti provokosh me kast, ato ndoshta do falen si vehabista. Te më shko për inat si e bëjnë ato në saft parë të vinë dhe të na prishin qetësinë e xhamis dhe e din se mund të mpreken loçkën e zemrës. Gjali jem di shofe, dë ngatrohet. Talebja jem 5 vjeçar, 6 vjeçar di shofe, dë ngatrohet. Neve duhet na dalloj diçka për vehabistave apo? Neve jemi njerëz për izat Allahu që jetën. Nuk do shkosh në xhamin e atij që më ja preshish atij rendin ose më ta presh ai doni se tjetër. Nuk janë ato si ne. Sën hisha shkollajnë xhamajat e atin e të falish. Tamam? Se ato shumë ma serios e marin akiden e vete, se sa këto tonit. A ke pa dëni vehabist mos e do se Muhammed ibn Abil Vehabit. Sa pi neve e lavdrin Imam Maturidi. Se din gjio vetë. Se dim neve gjijemi këtu, Hanefi. Kush be Hanefi? Në qike lezat e pi Ebu Hanifes.
Cilin kitab të mezhebit Hanefi e ke lexuar? Tamam. Atëherë, derisa bidati ati nuk arrin në kufër, mund të falesh, është gjaiz. Mirë po, do bidati janë edhe kufër, për shembull këto kuranistët, estakfirullah, apo ato që mohojnë caktimin e Allahut, ato që mohojnë botën e varrit, e nëpse o bidat, ama janë njerëzit e njëjtë, kanë problemet e njëjta. Ai që mohon botën e varrit, e mohon edhe caktimin. Tamam. Duhet me pas shumë kujdes. Ai që e shan Ebu Bekrin, ai që e shan Omerin radiallahu anhuma, ta shpejt një shok më kallëzoj, mban ders për muajin Rexhep si ka hyrë, në xhami mban ders. Në xhami mban ders. Edhe thot, tash do të përmendi një sekret që nuk e din shumicat, ama edhe ajo letërije në mesin tonë se popullata nuk është e gatshme ti kuptoj këto punë. Një njeri në xhami që e thot këtë është munafik, një njeri që në xhami vend publik i thot që këto xhamati jon nuk i di këto punë, ama të vakallëzoj juve mas ato diçka mund të jenë. Sende shumë të thella që vërtet xhamati do xhoja nuk duhet t'i dije. Hazreti Omeri në ditë kësdis me Hazreti Fatimen, tu qenë 7 zane Hazreti Fatimi, ja një kara me shkop, ja kam bajt beben Hazreti Fatim. Nëse qash zullumqar qenë ka estakfirullah të esi një njeri i hakut, ka duhet ta këndojsh, ta vajtojsh çdo kund, jo thush më qeftas neve që këtu. Do me thanë, unë jam shejtan, unë dhe hynë xhenem, ama tu marrë edhe juve me viti jo që kjo. E mas që këti njeri nuk bën me u falë. Mas këti njeri nuk quhet hiç namaz, nuk quhet namaz hiç. Me këtë shqyqyr Allah, që të kemi në shumë problem, ama seri, ndoshta tajnës, më qeftas, ashtu beson. Me këtë tjetërën kemi problem, ama shqyqyr Allah të bëhet vetëm me kruh. Po çka të thush, hoxho, tej, thush kështu ama, ki qetri, beter komunistit e ka akiden, e di, shkon xhami fal, mos hyn shumë e shumë detaje, fal për izat Allahut namaz, edhe shko shife punën tënde, mësoje dinin e Allahut, halisti duhet. Mirë. Wa men lem yara salata khalfa kulli berrin wa fajrin fa huwa mubtadi'un. Një njeri që nuk e pranon këtë parim, që bën dallime, ki nëse është kështu do fali namaz, ki nëse nuk është kështu do fali namaz. Vetëm deri ku? Derisa nuk arrin në kufër. Tash nuk mund një krishter të vaj dale imam, apo? E një njeri që si beson caktimit të Allahut është beter krishterit. Krishteri i beson. Krishteri nuk i beson pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Krishteri nuk i beson ni shartit të imanit ton, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ve rusulihi, ki nuk i beson ve bil qaderi. Prap njëjtë është. Nuk mund dalë ai imam. Mirë. Tash lidhje me këtë një hadith Mahmud esh-Shamiu. Mahmud esh-Shami është nga muhaddithinët dhe është tabi'in. Çfarë thoshte tabi'in? Mas sahabe, mashallah. I tha shokëve të vet, kur përmenden në për qitape shokëve të vet, do thot talebeve të vet. Qale li ashabi fi maradihi, kur ishte i smund, po thuaj në shtratin e vdekjes, u tha xhamatlive të tij apo nxënësve të tij apo shokëve të tij. Me një botim thot Mahmud esh-Shami, në qetrën thot Makhul esh-Shami. Allahu alem bisawab. Thot në gjendje të rënd shëndetësore, pra në smundjen e tij, nga e cila edhe ka vdek. I mbledh talebet e vet apo xhamatin e vet dhe u thot: 4 gjëra lem uhaddithukumuhunne, nuk ua kam treguar atë që më kanë arrit mua nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Do me thënë, një sahabi, ma pa ja ka tregu këti. Ja tani do t'ua tregoj juve ato sot. Thot, qale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tukeffiru ehli qibletikum, mos e bëjni tekfir njeriu në qible suaj. Do me thënë, çdo njeri që kthehet ka qibla, fal namaz, i pranon këto gjëra që neve i pranojmë, mos i bëjni tekfir. Wejn amilul kebirate, edhe nëse i veprën gjunafet e mdhaja. Edhe nëse i bën gjunat mëkatet e mdha, derisa thot jam musliman. E shohish në xhuma ndonjëherë në xhami. Në Bajram vën në xhami. Ose selam aleikum aleikum selam. Mos e bëjni tekfir. Një njeri që s'fal namaz, mos e bëjni tekfir. Një njeri që s'ka dhënë zeqat, vetëm zeqatin e pasurisë ai nuk duhet ta dish ai ka dhënë ajo.
Edhe shtet me qenë, zeqatin e altanit të s'kije dritë t'ja marrish. Shtet me qenë ja marrish zeqatin e kafshëve. Tamam. Se ajo është emvali dhahira, janë pasurit të dukshme. A emvali batine janë ato që mbajnë në shtëpi. Altanin tash nuk mund ta di e kitë dinjoja unë sa altan kom. Ti ma pa hajdu të në shpej, me gjithë altanat merë. Tamam. Gjahila, si dim as këto. Kur gjos dim. Mundohemi që ashtu të jetojmë një fe që nuk e dim, subhanallah. Ma e keqja ta predikojmë një fe që nuk e dim. Nuk jom prekshon. Te mund mos e dish. Te mund duhet t'i dish ato, pridonesat, te duhet t'a dish, ku e di, stiropolin, te duhet t'a dish, gjithë duhet di e qimë me. Kamera si punon, vefaqe si bohen. Unë duhet t'a di zeqatin, kush mund t'a mare si duhet. Te devesh mu dëmë pesish, hoxo, ku duhet t'a jap zeqatin? E në unë do të thëmë, qimo ke mraj t'apish zeqat. Pi aty e kuptoj se i pas ke minimum një 8.000-9.000 euro që t'kam flet. Pejgamberi ka thënë, mos e bëjni tekfir ehli qiblen, edhe nëse i bëjnë gjunafet e mëdha. Wasallu ala kulli mejitin, dhe falnja namazin e xhenazes për çdo të vdekur që ka vdekur si musliman. Mjafton të jetë musliman, ama s'ka ardhur në xhami. A është musliman? Falja. Ama jo krishterit ja falesh. Si tha, legji ja falëm xhenazën. E në Jasina i këndom, e në Mevlut i bom. Njeri, sërb. Yani sërbe, gruan sërbe. Se në bakët janë martu me kro, unë kom një grue menjë, kom kroate. Grue menjë si ven grue menjë, babe me kalis grue menjë. Grue migje. Do me thënë, luma e ka mbi emrin, ama kroate është. E ja kom arru e në emni, se subhanallah. Mamica, katica, kojnë si e kishtë. Ama Fatime nuk e kisha, kupton. E tash, kur vdes, ajo ka vdek, moti. Shte se di, duhet a gjeme ato të vetat. Nëse këta u ka djetau, me vluti ka ndojnë. Stak për Allah. Vësallu khalfe kulli imamin, dhe falni namaz mbas çdo imami, vetëm le të jetë musliman, imam, vetëm le të jetë musliman, ve gjahidu ma kulli emirin, dhe shkoni në ushtri me çdo komandant. Themi pejgamberi e ka zgjedhur këtë. Në ushtri ka njeri shumë më të vlefshëm se ai. Ky është komandant dhe usos puna. Tamam. Eba Ejub El Ensari erdhi deri në Stamboll si ushtar. 90 kusur vjeçar ishte, ama erdhi si ushtar. Komandant emir i atij ishte djali i Hazreti Muavijes, Jezidi. Tamam. Nuk mund krahasohet një njeri që është sahabi me këtë që është sahabi, ama është nën urdhrin e atij. Pse? Pejgamberi na e ka dhënë këtë terbije. E tash hoxho, kjo s'ka lidhje, unë nuk do shkoj ushtar, po. Atë çka do ndodhe, e dini? Kush është myfti? Ai është myfti. Usos puna. Kush është reis i bashkisë islame? Ai është usos puna. Dë ngrim krye, dë bëj unë, dë kthen, jo, gjyna që. Ndoshta nuk është në nivelin e njëjtë, ama çajo është. Këto janë bërë për me rujt dyzenin rendin e muslimanëve. I merr i keq, taj nuk t'intereson. Pas xhamatlit toni kanë shumë çift këto muhabete. Ndoshta nuk shkel në xhami i flet këto njerëz, ty çka t'intereson? Ma pa neve o xhallarve mendon se ne jemi adin lajkatar u ligave. Jo, Allahu pejgamberi kërkon nga unë kështu të veproj. Unë duhet djalit tem t'i jap terbije, xhamatli vetmi, talebe vetmi, ai atje e ka vetë rrethin e vet. Nuk më bën Allahu Teala obligim unë të korrigjoj dhe një gabim që është manal se unë. Sos punë. Ila akhiril hadith, deri në fund lexonja hadithin. Sa dakika u bë dersi? 50. Me këtë mbaroj edhe meselja e tretë. Çka ishte meselja e tretë? Me fal namaz mbas çdo imami, i mirë apo i keq. Tamam. Dhe mos me bë kryengritje, mos me aprish muslimanëve qetësi. Kjo më shumë ka të bëje për imamin e shtetit. Ai që është imam, ai që është khalif, ai ka fal xhumajat, edhe do falesh mas atij, që mos prishet rendi i shtetit. Ama fasik, ama gjynafqar, ama mutezile, ama kharixhi, ama vehabi. Ai është lider aty edhe në urdhrin e atij, kryengritja në shtet nuk bëhet.
Për këtë imam lek e ka. Mirë po neve tash këtë ja të regojmë xhamatlive ton për praktik. Imami i xhamis është i mirë i keq, do lidhesh do falësh mas atij. Se prap qëllimi është i njëjtë. Në atë lagje apo në atë xhami mo prishet qetësia. Nuk të pëlqen, bën e gjalin tënd hoxh më të mirë, nëse të bëhet imam. Problemi më i madh i xhamatlive ton. Nuk i pëlqen asnjë hoxh, ki kështu, a gjeni kështu. Hajde gjaliot kërkunt në për kafe. Mos fol, ai i mirë i keq e ka zgjedh këtë rrugë. Ndoshta ma pa ka deviju, ka bo do gabime. Hajde ti atër bane gjallin ma të mirë, të ta punësojmë gjallin tëndë. Shumë kolla jo pi jashtë folish. Hes hynë të shojmë, provoj rrugën e hoxha lajkit. Provoj e të shof. I dëgjojni këtu muhabetet dë njerë me kolegën gjibë. Shkoj studiojshën e të durojsh muhabetet tani, njeri që s'ka shkrim lexim, a i të vend qëtë mend ty. Ma i bane të shojmë gjallin. Bane vajzën hoxha vajzë. Ti edukoj e gratë. Shumë kollaj, shumë e kritiku. Mirë, meselja e tretë ishte, një musliman një ehli sunnetit mund të fale namaz mbas çdo imami, mjafton të ketë iman, tamam, mos mbrije deri në qufër. Qoftë i mirë apo i keq, qoftë i devotshëm apo mëkatar. Me këtë e mbarojmë dersin. Allahu ju shpërbleft që bëhet sabër. Inshallah mo dersin tjetër kur dhe mbajmë, do lajmërojmë. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.